Në mjediset e Këshillit të Qarkut Shkodër u zhvillua takimi prezantuesi i projektit Zëri ime ardhmja ime, një nisëm e zbatuar nga SOS fshatrat e fëmijëve Shqipëri në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Shkodër me synim ofrimin e shërbimit të logopedis për fëmijët në rrezik social. Takimi mblodhi përfaqësues e institucioneve vendore, profesionistë të fushës sociale dhe arsimore, si dhe aktorë të tjerë. Duke ofruar shërbimet e specializuar të terapisë të folurit dhe mbështetje zhvillimore për fëmijët në situatë vulnerabël, projekti përgjigjet një nevojë reale që prek shumë familje në qarkun tonë. Për ne vlerë e kësaj nisme qëndron në modelin e bashkëpunimit dhe mënyrën që ajo përfaqëson. Kur institucionet publike dhe organizatat me përvojë bëhen së bashku, krijohen mundësi për të ndërtuar shërbime më cilësore, më të aksesueshme dhe më të qëndrueshme për komunitetin tonë. Pikërisht, ky është modeli që duam të promovojmë, një model partneriteti, ku çdo institucion kontribon me përgjegjësi dhe ekspertizën e tij në funksion të interesit publik. Këshilli i Qarkut Shkodër beson se investime në zhvillimin e hershëm të fëmijëve, në komunitetin e tyre dhe në përfshirjen sociale është një nga investimet më të rëndësishme që mund të bëjmë për të ardhmen. Çdo fëmijë meriton mundësi të zhvillojë potencialin e tij pa kufizuar nga mungesa e shërbimeve apo mbështetja e nevojshme. Jemi të bindur se ky projekt do të sjellë rezultate konkrete dhe do të krijojë një praktikë të mirë e cila mund të shërbejë si model për ndërhyrje të tjera në të ardhmen. Nëse rezultatet do të jenë ato që presin dhe nevojat e komuniteteve na kërkojnë, synimi ynë është që kjo nismë të mos mbetet vetëm një projekt pilot, por të shtrihet gradualisht edhe në njësitë e tjera të qarkut tonë, duke ndërtuar një shërbim të qëndrueshëm dhe afatgjatë për fëmijët dhe familjet. Në përfundim dëshiroj të ritheksoj angazhimin e Këshillit të Qarkut Shkodër për të mbështetur çdo iniciativë që vendos në qendër mirëqenien e fëmijëve, forcimin e familjes dhe zhvillimin e shërbimeve sociale. Ta shfrytëzojnë këtë mundësi të art pa pagesë, me gjithë përkushtimin e profesionalistëve të dedikuar për këtë qëllim, në mënyrë që fëmijët ta korrigjojnë atë defekt që kanë në të folur, sepse shpeshherë marrin si llastim, por duhet vlerësu ashtu siç është. Ndaj edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, Qarku në mënyrë të veçantë për mbështetjen që i keni dhënë projektit. Ky projekt parashikon jo vetëm zhvillimin e seancave logopedike, por dhe përfshirjen aktive të prindërve dhe kujdestarëve përmes sesioneve informuese dhe materialeve mbështetëse, me qëllim forcimin e rolit të familjes në procesin e zhvillimit komunikues të fëmijës. Deri në dhjetor të vitit 2026 do të jenë për 15 përfituesa, të gjithë do të jenë fëmijë që vinë nga familje në që jetojnë situata vulnerabël, në vështirësi ekonomike, në pamundësi për ta marrë këtë shërbim nga ofruesit privat. Dhe janë të gjithë fëmijë që trajtohen me shërbime, vinë nga familje që marrin shërbime nga projekti fuqizimit familjes. Numri fëmijëve me vështirësi në komunikim është në rritje, prandaj duhet shtuar orë logopedike. Terapia kërkon vazhdimsi dhe seanca të rregullta. 1 ose 2 seanca në javë shpesh nuk janë të mjaftueshme. Ndërhyrja e hershme jep rezultate më të mira. Gjithashtu, më shumë orë do të thotë progres më i shpejt dhe më i qëndrueshëm. Jam shumë e lumtur personalisht, por edhe si institucion që shoq edhe Këshilli i Qarkut, qoftë edhe fondet apo buxhetin që merr nga shërbimi social shtetënor e shpërndan në territor në këtë mënyrë aty ku ka vërtet shumë nevojë. Dhe jam e sigurt që ka me pas rezultate shumë të mira si projekt, po besoj që detyra jonë është që të sigurohemi që mujt në vazhdim, pra pas këtyre 8 muajve të jepen këto shërbime për fëmijët, qoftë nga institucionet publike apo me projektet e tjera që të ketë vazhdimsi. Për shembull, është një rast ku vjen mësuesi, se vjen edukatori i kopshtit dhe thotë që ky fëmijë është me probleme. Mirë po askush nuk e vë guximin për më shkuar me plan prindit, sepse ka prind patjetër specialistë di më mirë ka prind që e vujnë shumë. Vetëm këtë vit zyra e arsimit ka identifikuar, ka vlerësuar për herë të parë për shtator për vitin shkollor 2026-2027 175 fëmijë me aftësi të kufizuara. Ndër këta fëmijë 32 fëmijë janë me probleme me çrregullime fonologjike, çrregullime të folurit. Dhe me sa kam mundjeni nga intervista që një bajmë, asnjëri nga këto fëmijë nuk ka marrë shërbim. Projekti Zëri ime ardhmja ime përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt krijimit të mundësive të barabarta për çdo fëmijë, duke kontribuar në zhvillimin e potencialit të tyre dhe në ndërtimin e një mjedisi më gjithëpërfshirës dhe mbështetës në qarkun e Shkodrës.